A mund të themi që bukuria është një lloj mallkimi në tonjza për Jo. gratë ndonjëherë, sidomos ato që duhet të bashkëjetojnë me skenë? Jo, unë nuk nisem nga vetja se s'kam qenë ndonjëherë e bukur. Por, pse thua kështu? Jo, nuk mirë, kam qenë një vajzë me tipare të rregullta, jam përpjekur ta mbaj veten të dukem mirë gjithmonë, jam përpjekur të kujdesem për veten, por unë kam parasysh Monda Bulkun që e kam shumë shoqe. Nuk besoj se ka qenë mallkim bukuria për Mondën. Do duhet Mondën ta pyes. Po, ka qenë urim, sepse Monda ka qenë e bukur, të gjitha kanë dashur, i janë hapur dyert gjithmonë me bukurinë edhe talentin e saj, sepse në film ajo ka bërë gjëra të bukura. Pra nuk ka qenë vetëm bukuria, ka qenë thirrja e parë, por pastaj kanë ecur gjërat. Jetën e ka pasur të mirë Monda. Prandaj referohem një vajzë të bukur, se më duket se është më e bukura vajzë, dhe unë kam shumë mike, ne takohemi shpesh. Kjo është shumë mirë kur një grua, një aktore komplimenton një aktore tjetër për dukjen. Ja, ne kemi një shumë mikesha. Ja, prit, këtë do të thosha. Ashtu kam dhe edhe për miqësinë në fakt nuk ke folur, nuk pas që ke folur diku për miqësinë. Kam folur, por ndoshta s'ke mundur të shohësh. Ne kemi dalë në një emision unë, Monda Bulku dhe Rita Gjeka, që është aktoria e Shkodrës dhe ka qenë drejtore e teatrit Shkodrës, që është shoqja ime shumë e afërt, dhe Elvira Diamanti. Elvira Diamanti po jeton tani jashtë, por ne kemi qenë në klasë bashkë, kemi studiuar bashkë, kemi qenë një kurs në Akademinë e Arteve, dhe 4 tonë e ruajmë shumë. Kemi dhe Gjenoveva Redhin që është në Athinë, por ne të katra jemi bërë më shpesh, kemi pasur mundësinë për më shpesh.